Gazetarja e njohur sportive Qeqa Krelani është treguar e pamëshirshme ndaj përfaqësuesve së Shqipërisë në futboll. Qeqa është shprehur me bindje se kombëtarja drejtuar nga tekniku Silvinho nuk ka ekip për botëror. Jemi pranë dhjetorit dhe po flasim për një ndeshje që luhet në mars të 2026-s. Çdo trajner, analist apo gazetar e di që 3 muaj janë një jetë e tërë në futboll. Disa lojtarë humbin formën, disa të tjerë rriten, pra nuk është asgjë statike, por unë një gjë e shoh të qartë. Shqipëria nuk ka ekip për botëror. Polonia e ka Lewandowski ndërsa Shqipëria akoma mbahet me Brojën. Leva shënon nga 3 gola për ndeshje, Broja luan një herë në 3 ndeshje, tha me ironi Qeqa Krelani. Kombëtarja e Shqipërisë u pozicionua në shtegun B në play-offin e Kupës së Botës 2026. Polonia do të jetë përballë kuqezinjve në gjysmëfinale në ndeshjen që do të luhet në Varshavë. Ndërsa nëse arrin në finale, kombëtarja drejtuar nga Silvinho do të përballet me një nga Ukraina ose Suedia. Por sa janë shanset e Shqipërisë për të avancuar përtej play-offit deri në botëror? Sipas Football Myths Data, një faqe e specializuar në statistikat e futbollit, kuqezinjt kanë 32% shanse për të shkuar në finalen e play-offit dhe 12% për kualifikimin e mëtejshëm në botëror. Ukraina është më e avantazhuara për të arritur e para finalen e play-offit me 70%, pas tyre janë polakët me 68%, shqiptarët 32% dhe suedezët me 30%. Për sa i përket kalimit në Kupën e Botës 2026, Ukraina është sërish në krye me 42% shanse, Polonia e dyta me 31%, Suedia ka 14% dhe në fund janë kuqezinjt me 12% shanse. Kujtojmë se gjysmëfinalet e play-offit do të zhvillohen më 26 mars 2026 dhe 5 ditë më pas do të zhvillohen finalet. Kupa e Botës 2026 do të mbahet në SBA, Kanada, Meksik nga 11 qershori deri më 19 korrik.